Përshëndetje miq, mirë se u kthyet në lëkurë. Vlogu i sotëm ka të bëjë me një temë mjaft interesante. Do të flasim për 6 përdorimet e lëkurës së bananës në lëkurën tonë. Sepse lëkura e bananës ka dhe përdorime tjera, por që në këtë vlog do të përqendrohemi më shumë tek përdorimi i lëkurës së bananës në lëkurë. Nuk e di nëse e keni ditur, por lëkuria e bananës ka vlera ushqyese shumë më shumë se vetë banania. Dhe kjo e bën akoma më dobishme se vetë banania kur bëhet fjalë për përdorimin e saj në lëkurën tonë. Lëkura e bananës është e pasur me shumë vitamine, mbi të gjitha me vitaminë A dhe vitaminën B kompleks, e cila dhe jep mjaft dobi lëkurës tonë. Përveç vitaminave, banania ka edhe veti të tjera antioksiduese, si dhe antiinflamatore, e cila e bën shumë të përdorshme kur bëhet fjalë për trajtimin e akneve. Për të mos u mburko, filloj me përdorimet e bananës në lëkurë. Lëkurën e bananës mund ta përdorni për ta trajtuar një lëkurë mjaft të thatë, dhe këtë mund ta bëni shumë thjesht. Thjesht e qëroni bananën, e preni lëkurën e saj në disa copëza që janë më lehtë të manipulueshme kur bëhet fjalë me aplikimin e tyre në lëkurë, si për shembull janë kështu copëza të vogla, dhe thjesht me një nga ana e brendshme bananës e fërkoni fytyrën, pasi ta keni pastruar gjithmonë. Në këtë mënyrë fërkoni fytyrën për rreth 5 minuta apo 10 e mbani për disa minuta dhe e pastroni. Në të njëjtën mënyrë, banania mund të përdoret edhe për trajtimin e akneve. Pasi ta keni pastruar fytyrën me lëkurën e bananës, me këto copëza të vogla të prera kështu, e fërkoni fytyrën një lloj për rreth 10 minuta, përveçsisht e pastroni dhe e shikoni në përdorimin e saj më të gjatë në kohë. Besoj pas 2-3 ditësh mund të filloni të shikoni përmirësimet, sepse banania, siç e thash më herët, ka veti shumë të fuqishme antiinflamatore dhe kështu ju ndihmon me trajtimin e akneve. Një gjë tjetër mjaft interesante që mund të bëni me lëkurën e bananës është edhe skrap për fytyrën. Thjesht e merrni lëkurën e bananës të prerë kështu, hidhni pak sheqer të zi dhe fërkoni fytyrën siç bëni zakonisht me skrap, por me banane. E pastroni fytyrën dhe ja ku keni një skrap të mrekullueshëm për lëkurën tuaj. Lëkura e bananës ndihmon edhe në hidratimin e lëkurës, gjë që është mjaft e logjikshme kur e mendon që lëkura e bananës ka veti shumë të mira hidratuese për lëkurën. Një lëkurë e hidratuar mirë edhe rrudhet më vonë. Kështu që ta bëni më shpesh këtë lloj maske të fytyrës me lëkurë banane, ndihmon edhe në pjesën e rrudhave. Një dobi tjetër mjaft interesante nga lëkura e bananës është edhe në rastet kur ju piskon ndonjë mushkojnë ose ndonjë insekt tjetër. Thjesht në vendin ku i ka pickuar ky insekti, e fërkoni me lëkurë bananës dhe ju heqet ndjesia e kruarjes. Gjithashtu, duke qenë se lëkura e bananës ka veti pozitive kur bëhet fjalë për ndjesinë e kruarjes së lëkurës, gjithashtu edhe për hidratimin e lëkurës, me këto dobi që ka ndihmon edhe tek lëkura që është e prekur nga psoriaza. Kështu që mund ta aplikoni. Dhe për fund një bonus, një maskë që mund ta bëni për fytyrën, një maskë mjaft ushqyese me lëkurën e bananës është thjesht ta grimconi lëkurën e bananës, mund ta bëni në mikse. Ta hidhni një të barë të vezës, ta përzieni mirë dhe aplikoni në fytyrë, siç bëni zakonisht me maska tjera, e mbani për rreth 10 deri në 15 minuta, e pastroni me ujë të pakët dhe ja ku keni një lëkurë të lamoshme dhe mjaft të ushqyeshme. Këto ishin vetëm disa nga dobit që na sill lëkura e bananës miq, shpresoj të provoni. Dhe mos harroni të na tregoni në komente rezultatet që ju ka sjellur. Kjo është edhe një mënyrë e mirë e reciklimit, kështu që pse jo, e hani një banane dhe përdorni edhe lëkurën e saj. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer materiali përgatitur për sot. Ju përqafoj dhe shihemi në vlogun tjetër. Ciao!